Gjykata e apelit e jurisdiksionit përgjithshëm i ka ulur dënimin me 5 vite burg biznesmenit italian Francesco Beghetti, duke e dënuar përfundimisht me 12 vite nga 17. Ulja e dënimit nga apeli u dha bazuar në aplikimin e nenit 55, që parashikon bashkimin e dënimeve në një të vetëm. Francesco Beghetti është shpallur fajtor për krijimin e një skeme mashtrimi me TVSH dhe pastrim parash. Ai u akuzua për 4 vepra penale, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, falsifikim dokumentesh, krijimi skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar. I akuzuari tjetër në këtë proces, Mauro De Rencis, u dënua përfundimisht me 12 vite burg nga 16 vjet burg që e dënoi gjykata e shkallës së parë Tiranë. Ai është shpallur fajtor për akuzat falsifikim të dokumenteve, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, krijimi skemave mashtruese dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Bashkimi i gjitha akuzave në një të vetëm solli uljen e dënimit me disa vite, ndërsa në fuqi ula dënimi për Eriona Troplinin dhe Liliana Condimitin, të dënuara me nga 8 vite burg secila. Biznesmeni italian Francesco Beghetti vazhdon të jetë në arrati dhe për të ka një mandat arresti ndërkombëtar.